Në 5 vite janë sekuestruar nga policia 1,4 ton kokainë dhe 15,2 ton kanabis. Referuar statistikave që disponon MCN, në periudhën 2020-2024, rezultojnë që 2021 është viti që është sekuestruar më shumë kokainë, përkatësisht 725 kg të kapur nga autoritetet, më pas rënditet vitit 2022 me 578 kg dhe në fund 2020 vetëm 5,9 kg sekuestrim. Në shifra më të larta mbetet sekuestrimi i lëndës narkotike kanabis. Sasia më e madhe e kapur është në vitin 2020 me 4.358 kg, ndërsa më pak kanabis është sekuestruar në vitin 2024 vetëm me 1.329 kg. Por sa është numri të arrestuarve dhe operacionet për 5 vite? Gjatë 5 viteve të fundit, 5.919 persona janë arrestuar nga policia e shtetit pasi rezultojnë si të përfshirë në veprimtarinë kriminale në fushën e narkotikëve, nga shifra që MCN ka siguruar për periudhën 2020-2024, rezulton se janë kryer në total 988 operacione antidrog, ku 286 për tyre kanë qenë në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare. Për ish prokurorin Ervin Karanja, numri të arrestuarve është i lartë, ndërsa rastet e pasbuluara mund të jenë edhe më shumë. Duke pas parasysh numrin e popullsisë që jemi, duke pas parasysh emigracionin, njerëzit që kanë ikur, është një shifër e lartë. Pra kemi një numër shumë të madh persona që merren me vepra penale të parashikuara nga neni 283 të kodit penal, që është prodhimi e shitja e narkotikëve. Kështu është formulimi i dispozitës. Shoqëria shqiptare duhet marrë masa parandalimi që veprat penale mos shkojnë deri në kuadrin e veprës penale të dokumentimit, se mund kemi raste të tjera që s'janë zbuluar. Duke filluar që nga edukimi në shkolla, duke filluar edukimi në familje. Sasit e mëdha të drogës sipas Karanjës kapën kur në operacione janë të përfshirë edhe autoritetet e huaja që kanë më shumë mjete logjistike për hetimin. Bashkëpunimet me të huaj bëhet fjalë për sasi lëndë narkotike të madhe. Kur ka raste trafikimin, sasia të mëdha dhe angazhimi i autoriteteve të huaja është më i madh. Investimi i shteteve perëndimore në rastet e trafikimit është më i madh, me mjete logjistike, me gjyrmime, me metoda speciale hetimi, dhe prandaj edhe këto raste janë, që themi ne, janë më të suksesshme se janë në vende të zhvilluara, janë më të zhvilluara se ne. Persona të caktuar kanë bërë vepër penale që kanë bashkëpunuar me trafikantët, siç është dhe rastin konkret. Jo vetëm policinë shqiptare, po edhe në vendet e tjera të zhvilluara. Ne kemi parë edhe nëpër filma që trafikantët synojnë të kapin, të rekrutojnë punonjës policie. Drogërat e lehta të sekuestruara janë në sasi më të pakta, ndërsa në harkun kohor të 5 viteve janë të paktën 15 lloj drogrash që janë zbuluar nga autoritetet, duke nisur nga drogat e forta deri te ekstazit apo vaji kanabisit.